Ndalu vetëm një moment, nëse je mbi moshën 50 vjeç, dëgjoje këtë me kujdes, më jep mendimin tënd në komente. Të mbushësh 60 vjeç nuk është një zbritje e tatpjet. Përkundrazi, është koha kur më në fund dalim në rrafshnalt. Periudha më e rehatshme e jetës fillon pikërisht tani. Në hapësirën midis ditës që lindim dhe ditës që do të vdesim, kjo është koha speciale që të takon vetëm ty. Dhe pikërisht këtu, për herë të parë, ke mundësinë të jetosh për veten tënde, ma barra të rënda. Mos u mundo për trashëgimin, mos u lodh duke menduar se çfarë do të lësh pas. Mos u bëj merak për pritshmëritë të tjerëve. Kursimi i energjisë, sidomos për ata që nuk i kuptojnë netët e tua pa gjumë dhe mundin tënd prej vitesh, mos e lodh më veten. Kjo energji duhet të shërbej vetëm për paqen dhe lumturinë tënde. Kur arrin në këtë moshë, kohën dhe energjinë shpenzoje vetëm për veten. Shijoje, nuk është shpërdorim. Mos e shiko këtë si shpërdorim, por shijoje. Fokusohu te gjërat që të japin paqe dhe që të bëjnë të lumtur, jo te dukja apo luksi i tepërt. Kjo është koha jote për të ngjetur qetësinë. Në këtë moshë, investimet e mëdha nuk kanë rëndësi. Rëndësi kanë çastet kur ndjehesh mirë. Koha është tani pasuria jote më e çmuar. Mos e çon dëm këtë kohë, por vlerësoje në një mënyrë që të lësh kujtime të bukura për veten. Çdo perëndim dielli, çdo hap në natyrë, është një thesar i paçmuar. Fëmijët e tu u rritën, ata vizatuan rrugët e tyre. Dhe kështu duhet jetë. Ti u bëre foleja e tyre, u dhe dashuri dhe i mbështete. Tani është radha jote. Mos e fajso veten, mos shiko vazhdimisht pas. Kjo nuk është egoizëm, është një liri e merituar, një kapitull i ri për ty. Kujdesu për trupin dhe shpirtin. Mos u mundon trupin vetëm për të dukur i ri, por as mos ri pa lëvizur. Ushqehu mirë dhe merr ajër të pastër. Dëgjoje trupin tënd. Mos ki frikë të shkosh te doktori. Trego respekt për shëndetin. Shpërbleje veten. Bli një veshje të re, bëj një udhëtim të vogël, ose provo diçka që nuk e ke bërë kurrë më parë. Nëse bashkëshorti apo bashkëshortja është pranë teje, vlerësoni kohën që kaloni bashk. Shtëpinë nuk e ngrohin sendet, por bisedat dhe dashuria mes njerëzve. Mos u mbërthete e kaluara. Ngjarjet e së kaluarës le të mos jenë pranga në këmbët e tua, por përvojë vyer. Mos u tremb duke menduar për të nesërmen. E vërteta e vetme është e sotmja. Çaji yt, batania jote dhe qielli që sheh nga dritarja. Jeta, në fakt është kaq e thjeshtë. Vishu sipas dëshirës tënde, jo sipas moshës. Ti e njeh veten. Le ta njoh bota atë që je ti vërtet. Mos u bëj kokfort me kohën. Bëj paqe me të. Lexo, dëgjo, mëso. Teknologjia nuk është vetëm për të rinjt. Ajo të shërben edhe ty për të arritur te gjërat që do dhe te njerëzit e dashur që i ke larg. Mundohesh ti kuptosh të rinjt. Bota e tyre është ndryshe. Ëndrat e tyre janë ndryshe. Mos u bëj gjykues, por bëhu udhërrëfyes me përvojën tënde. Në moshën tënde, zgjidh të jesh nga ata që përhapin gëzim. Nuk je i detyruar të rritësh niprit e mbesat. Ndihmo kur kanë nevojë, por zgjidh të rish vetëm nëse kërkon qetësi. Nis diçka të re. Udhëto. Gjej një hobi. Prano dhe fal, sepse mbajtja e moris të plakin. Falëndero për gjendjen tënde. Jeto thjesht dhe bëhu i lumtur, sepse njerëzit më të qetë janë ata që jetojnë thjesht.